Ja shohim Abu Ubejda bin Jarrah radhiyallahu anhu çfarë bën në luftin e Badri. Babi Abu Ubejda bin Jarrah vin përballë. Një herë, 2 herë, 3 herë, për 3 herë erdhi, herës 3 ai ka vrarë babin e vet. Kush vret babin e vet? Po vetëm nga dashuria Allahu edhe nga urrejtja shirku ka vrarë, pse ai kishte luftuar, ishte duke luftuar nga ana. Tu Saad ibn Muadh ishte halif besa me Nifis Banu Qurayza. Banu Qurayza ditën kur është ndodhur lufta Handak, kanë bërë tradhtim mes luftë, kanë takuar me njerëzit Makka, edhe kanë thënë ne do hapim duart i shtëpit ton, ju hyni nga brapa, se ka në shtëpi nuk ishte ajo Handak. Edhe ju sulmoni mes natër muslimanëve. Kjo tradhtia ka arritur tek dërgullahu xhaleshanu me shpallje. Edhe dërgullahu xhaleshanu ka dërguar shokat ti për verifikuar që deri në kur është kjo lajmi të, domethënë jo nga shpallja, por si kanë plan ato. Edhe ka arritur dërgullahu xhaleshanu që bëhet ashtu. Në këtë momenti Allahu xhaleshanu ka dhënë fitoria, dërgullahu xhaleshanu ka dërguar një era i fortë, njerëzit Makka largohen. Pas largimi Makka, kur kanë larguar Qureshët, shokët Profet alayhis salam edhe vetë dërgullahu xhaleshanu vinë në shtëpia, pse një muaj nëse kemi bërë vizita Madina vlezër, 3-4 kilometra larg është ato qendrat e Handak. Edhe erdhën në qytet, pra ato e marrim dush, qetësohemi, flem gjumë, nga një muaj jemi jashtë gjatë lufta. Edhe akoma dërgullahu xhaleshanu pa hyrë në dush, vinë Gjibrili. Edhe vinë Gjibrili me pamje njeriu, në kali ima, kështu, pamje i bardhë, si luftë, veshje luftë, trokit dera dërgullahu xhaleshanu. O Muhammad, ja Rasulullah, qëfar? Tha marrë dush, ratë. Jo, tha, lufta nuk është mbaruar. Keni Banu Qurayza, që ato janë armik të një Qurayzor, që kanë bërë mes lufta këtë veprimi, shkoni atia. Dërgullahu xhaleshanu me një rregullon veshjet e lajmëron, as njëri nuk ka për të shkuar i shtëpia vet, as i skeni për të falur ikindia. Ku ai ikinda ka hyrë. Por do falni ikindi pas arritja na lagjën e Banu Qurayzas. Rrethoni kalaja dhe lagja atyre. Edhe në këtë momenti 25 ditë rrethimi, pas rrethimi ato Banu Qurayza ka thënë që ne do e zbresim, do dalim jashtë, do dorëzojmë arma çdo gjë me gjykimi, jo dërgullahu xhaleshanu. Si me dërgullahu xhaleshanu ka inat, nuk kanë pranuar Islam. Tha me gjykimi Saad ibn Muadh. Plezar, zemra gjerësia dërgullahu xhaleshanu shifni. Ai është i pari, është dërgullahu xhaleshanu, i pari Madina është tani. Ai kishte thënë, lufta ka fituar, më para 10 ditë, 20 ditë, që jo, do e bëj gjykimi im. Unë do të bëj gjykim, kësaj, oke, Saad ibn Muadh, edhe Saad ibn Muadh pse ka një zgjedhur, se me Saad ibn Muadh, me fisi Saad ibn Muadh, para sa vinë dërgullahu xhaleshanu në Medinë, ka shumë vit, nga 100 vit fundit kishin besa njëri me tjetër, edhe ishin një fis, armiku janë është armiku juaj, shoku ime, shoku jonë është shoku juaj, kjo ishte merveshja, edhe tha, nga e lidhja që kemi ne, Saad ibn Muadh ka për të bere gjykimi but për ne. Edhe Saad ibn Muadh atëherë ishte plagosur nga një sugjeta që kishte ardhur gjatë luftës. Edhe dërgullahu xhaleshanu kishte lënë një çadër afër xhamia të le të bëjnë njerëzit vizita aty edhe mjekimi aty e bëhet. Edhe dërgon një karrocë sa dërgullahu xhaleshanu me kali me gjitha, edhe Saad ibn Muadh vin. Saad ibn Muadh kur vin, shokët Profet alayhis salam ansarët që janë nga fisi i tij janë duke thënë o Saad, dërgullahu xhaleshanu ka lënë në dorën tënde gjykimin. Çfarë do e gjykosh? Ajo është fjala fundit, edhe ne kemi qëndruar 100 vit fundit bashkë. Atëherë ti ke çik dora but ose dora lehtë. Saad ibn Muadh heshtur ri. Edhe thot ja Allah, në qoftë dërguari jot tani nuk ka për të luftuar me asnjë armik. Edhe nëse nuk është një uaj im i fortë i Allah, mua jep forcë, unë bëje gjykimi drejt, edhe pastaj mua jep vdekja. Po do të bëj drejtësi. Se nëse i të ndroj gjallë, ka për të thënë, o, pse bërë ashtu, po, mua në shahid bje, sa vit është mosha? Mosha është 34 vit. Nuk është një plaki, në më thënë që ka për të kërkuar i vdekja. Edhe, a i vinë avash afar, sa afron, ka thënë Saad, dërgullahu xhaleshanu ka thënë, mas
ishte so mas e ngut që je para dërguar Allahu xhaleshanu edhe duke bërë vendime gjykim. Bej çfarë Allahu xhaleshanu ka dhënë ty kuptimin tënd. Edhe Saad ibn Muadh thot, në Tauret është ligj që kush traston mes lufta, atëherë ati kombi luftëtar atyre vritet. Kjo është e gjykimi Taureti, jo Kuranit. Kurse gra edhe famit atyre lirohet, edhe plesh lirohet, edhe unë e kam qef të zbatoj ligjin e Taureti. Edhe kjo është mendimi im. Pastaj sa mua i ktheni në çadrën tim, kjo është mendim. Edhe dërgo Allahu xhaleshanu ka thënë Saad, kjo ishte vendimi Allahu xhaleshanu edhe në arshin e tij. Mendo vëllezër, një njeri që nuk dinte deri në dijet të adhuron ni Allahu xhaleshanu, sot ka arritur duke qëndruar me dërgo Allahu xhaleshanu që ka kuptuar çfarë është në Tauret, edhe jahud bishin këtë gjë. Që veprimi që kemi bërë mes luftë, kjo është vendimi.